sepse do të ndizë një festë kaq e bukur. Do të udhëtojmë nga Poliveriut deri në qytetin e Gramsci. Aty ku kënga e fëmijëve lidhet më shumë se dritat e festave. A është e vërtetë që koncerti është këtu në Gramsci? Po, vetë baba gjyshi më tha, në Gramsci është festa më e bukur për fëmijë. E atëherë kam nisim, por ku është baba gjyshi? Po, duhet të nisemi nga kërkojmë që të shodaj se sa bukur këndojmë dhe vallësojmë të fëmijët e qendrës kulturore. Eja pra, le ta kërkojmë. Ndërkohë mos harrojmë të përshëndesim, sepse po s'u bën fëmijë të barë, baba gjyshi nuk do të na sjellë dhurata. Mirë se erdhët në koncertin magjik të vitit të ri. Ne po largohemi të kërkojmë baba gjyshin, por ju do t'ju lëmë në ritmin e dy këngëve të mrekullueshme. Eja në pranverë. Dhe më pas, qesh të jesh i lumtur. Shoh që të gjithë vezullojnë nga dritat e lumturia. Po, por kënga që do të vi tani, do të na bëjë të kërcejmë, me Ejani të festojmë, e më pas në skenë do të vi baba gjyshi, apo ka sjell vetëm elfët? Jo, na ka sjell disa dritëza të vogla, të cilat do të na bëjnë të kërcejmë bashkë me to. Le ti mirëpresim me duar tërkitje të ngrohta atëherë. Këtë vend nuk e dëroj asë në plan. Baba gjysh, po përse u vonohë, i një nga së këmua. Mos me qërtoni mua, u vonohë pak, sepse rruga për në Gramsci është e gjatë, por zemrat tuaja në të roqën si magnet. Dhe të them të drejtën, ka të rruan për drejrët që të vitë. Se baba gjysh ka rruan drejrët? Po, Rudolfi e mba dhe erën nga veqën. Këm shpejti, daloj të hanë të karota, e mbaroj qitë thesin, kurse njëri gre u pshet, sepse do të vinde i pari në koncertin e Gramsci. Po dhisin e ke plot? Plot me pusqeshe, për qafime dhe ëndra të re.
dhe pak çokolata, mos u shqetësoni. Po dhuratat? Dhuratat më të bukura i keni sjell vetë ju sot, ka nga ballja dhe dashuria për njëri tjetrin. Por dhe unë kam sjell diçka, sepse ju pretova fëmijëve që nga se do të bëheshin gjëra shumë të mirë, me arritje të shkëlqyera, unë do të vija për ta. Në këtë mbrëmje të bukur festive, kemi kënaqësi të ftojmë në skenë kryetarin e bashkisë, zotin Mesian Ajasi, për të ndarë tre dhurata simbolike për nxënësit tanë të dalluar, si një shenjë vlerësimi për përkushtimin dhe suksesin e tyre. Ndërsa festa vazhdon, në përmbyllje të koncertit do të ndajmë me këtë dhurata të tjera për nxënësit e dalluar. Ashtu si që është tradit, bashkia në çdo fund vit, në rastin e të festave të fund vitit, shpërndan disa dhurata për nxënësit shembullor. Në përgjithësi kjo sallë e vjetër e ftohtë dhe e zymt që besoj që edhe me mbështetjen e qeverisë do të mund të ndryshojmë fytyrën. Është në disa ditë të vitit është e ngrohtë, është e bukur dhe vizualizuese, sepse e bëjmë këta fëmijë të mrekullueshëm të gjendjes kulturore të fëmijëve në të gjitha aktivitetet që organizojnë, dhe me këtë rast dua që të falenderoj dhe të përgëzoj këta hyrje të qytetit tonë, por sigurisht edhe mësuesët që merren çdo ditë me ta, si në këmbë, ashtu në valle, në recitime, në aktrim, në instrumenta muzikore, dhe do doja shumë që edhe për fëmijët e qendrës kulturore, por edhe për këtë staf të mrekullueshëm pedagogjik, i jepni një dorë përgjigje. Unë dua t'i uroj nxënësve shembullor të qytetit tonë që dhe jo vetëm atyre, por të gjithëve, të mësojnë sa më shumë, të kenë sa më shumë suksese dhe arritje në mësime, sepse vetëm duke studiuar, vetëm duke mësuar, do të bëjmë nesër qytetarë të denjë të qytetit tonë edhe profesionistë të zonë. Pa u zgjatur, dua që tre dhurata simbolike, më pas të tjera do të shpërndahen në fund të aktivitetit, të shpërndajmë tre nxënësve shembullor në ata 55 që janë gjysërit të qytetit tonë. Rea Boqi, Aslan Shahini, klasa e 3. Mbylli pak se të imagjinoj tani të dy. Noa Muradi, Rilindja, klasa e parë. Shumë i lumtur edhe i gëzuar. Jeni gëzon, tak, 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 baba gjyshi ekziston. Nga e gjithë shkolla Aslan Shahini, ju përshëndes të gjithë dhe ju. Faleminderit. Brëme të dëshme dhe kësuar festat e fundvitit.
sot do të fillojmë me një pyetje të thjeshtë. Çfarë qarkullimi i gjakut? E di unë mësuese, qarkullimi i gjakut është kur njerëzit ecën lart po shkallët të pallatit tim. Qarkullojnë gjithë ditën. Jo ani, ata në kom qitë tu, jo gjaku yt. Të bëj një pyetje nga gjeografia. Ninajsa, më thuj një kontinent. Po si jo, kontinenti shmali të morin, se është shumë i madh mësuese. Po, shumë i madh, njëra të bërë me bicikletë. Jo moj Najsa, kontinenti është vend shumë i madh si Evropa. E si të them mësuese, unë Evropën se kam vizituar, po malin e të morin po. Në rregull, le të kalojmë te matematika më mirë. Ani, sa bëj 3 + 3? Për mua, në verë, shumë. 3 akullore plus 3 akullore para 6 akullore. Dhe barku më thot stop. Për 7, Ti më dhe për 7? se u emocionova mësuese, ku emocionova në tani numrat të tjerë. Mirë, te gjua shqipe nuk dua si nga 3. Njët në një fjalë në kuptim të kundër. Për shembull, i bukur i shëntuar. Më lirë mësuese. Po do, Mësuese. të lumton, po ti marrë një fjalë tjetër me të kundërtën? Detyranëria. Dhe e fundit për sot, që ta mbyllim, se ju nuk që keni të përqendruar. Çfarë disiplina? Shumë e thjeshtë, disiplina është kur mami më thotë, mos lëviz, mos prek, mos qet. Po pra, prandaj unë në shtëpi ndihem si statur. Unë jam statur me bateri mësuese, se s'ri do të pa lëvizur. Mirë klasë, sot mëson shumë, ose shumë më nga të ruar. E